Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok për të ndalur tashmë tek zhvillimet më të rëndësishme gjeopolitike. Do ndjekim insertin dhe më pas rikthehemi. Sipas burimeve ndërkombëtare, raporti i agjencisë Reuters citon zyrtarët evropian dhe një zyrtar izraelit që vlerësojnë se Shtetet e Bashkuara mund të ndërhyjnë ushtarakisht kundër Iranit brenda 24 orëve të ardhshme. Megjithatë, koha saktë dhe shkalla e një sulmi janë ende të paqarta dhe një urdhër i prerë ushtarak nuk është bërë publikisht deri tani. Irani po përballet me protesta të mëdha antiqeveritare, të shkaktuara fillimisht nga kolapsi i monedhës lokale dhe më pas zgjeruar në një sfidë ndaj udhëheqjes klerike. Grupi Human Rights Activists raporton mijëra të vrarë dhe arrestime masive në këto protesta. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar me veprime të forta në përgjigje të represionit të protestave dhe dhunës ndaj demonstruesve. Ky ton agresiv ka përshkallëzuar shqetësimet rreth një përplasje të mundshme ushtarake. Çfarë po bën SBA konkretisht tani? SBA ka filluar të tërheqë disa pjesëtarë të personelit nga bazat ushtarake në lindjen e mesme, përfshir bazën ajrore Al Udeid në Katar, si mas paraprake përballë rrezikut të një konflikti të zgjatur. Ndërkohë që disa burime thonë se Trump nuk ka dhënë urdhër për sulm të menjëhershëm, tensionet diplomatike mbeten shumë të larta. Iran ka paralajmëruar se nëse sulmohet, baza amerikane në vendet fqinje do të jetë objektiv kundër goditjeve. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime të tjera kam të ftuar analistin dhe gazetarin njëkohësisht zotin Misha Pumo. Zoti Pumo, ju përshëndes. Përshëndetje dhe juve. Zoti Pumo, nisim me insertin që dëgjuam së bashku, pra sipas burimeve ndërkombëtare, raporti i agjencisë Reuters citon zyrtar europian dhe një zyrtar izraelit që vlerësojnë se Shtetet e Bashkuara mund të ndërhyjnë ushtarakisht kundër Iranit brenda 24 orëve të ardhshme, por megjithatë edhe koha e saktë dhe shkalla e një sulmi janë ndoshta ende të paqarta dhe nga ana tjetër asnjë urdhër i prerë ushtarak nuk është dhënë publikisht deri më tani. Pyetja është se si e shihni tashmë dhe kur një superfuqi mban heshtje në një moment kaq kritik siç është ky, a është vërtet kjo shenjë një pasigurie ndoshta apo edhe një paralajmërim për goditje nga ana tjetër? Besoj që kjo mund të jetë pjesë e një loje të përbashkët. Kjo është sigurisht një mendim i imi personal, por i bazuar në qasjet e fundit ndërkombëtare. Po të shikojmë reagimet e Rusisë ndaj veprimeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë qenë të prera dhe të vendosura kundër, domethënë, këtyre aksioneve që kanë ndërmarrë Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos në Venezuelë, por dhe në pika të tjera, përfshirë dhe ndalimin e cisternës, domethënë, tregtare në Atlantikun Verior, por nga ana tjetër, domethënë, pa bërë shumë histerira dhe të mos harrojmë që për shembull dy marinar, ose më saktë një komandant i anijes dhe kapiteni dhe zëvendësi i tij, që ishin rusë, ishin të vetëm të rusë në atë anije, u liruan brenda 24 orësh nga vetë Trumpi. Këtu mendoj që ka pasur një ndërlidhje dhe një bashkëpunim të palëve. Jo më kot edhe sot presidenti Trump deklaroi që penguesi kryesor i paqes në Ukrainë është Zelenski, domethënë ai nganjëherë flet domethënë që është zgënjur me Putinin, tashti e ka marrë me Zelenskin. Dhe sot jam kurioz sepse zëvendësi i presidentit Putin domethënë ka deklaruar që Putini sonte do të mbajë një fjalim të rëndësishëm për çështjet ndërkombëtare. Besoj që do të ketë lidhje me pikërisht me situatën në Iran. E qartë, zoti Pumo, nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po tërheqin gjithashtu personel nga bazat në lindjen e mesme, por thotë se nuk ka dhënë urdhër për sulm. A ka ndodhur ndonjëherë, zoti Pumo, në histori që SBA të bëjë këtë lëvizje pa pasur edhe një skenar ushtarak gati? Po të gjasat janë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të godasin Iranin, ndoshta do të godasin përsëri, domethënë me pika të caktuara, dhe pastaj do të thonë që kanë qenë një ndërhyrje shkëlqyer për të demontuar akoma më tej atë potencialin nuklear të Iranit, gjithashtu një paralajmërim i madh për Ayatollahut. Gjithsesi presioni i Trumpit ka prur të paktën një rezultat të vogël kur dje flitej që do të ekzekutohej një djalë i ri 26 vjeçar dhe me siguri që autoritetet iraniane janë trembur nga ky, domethënë, vrullë dhe nga ky presion i madh i ushtruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për momentin nuk e kanë ekzekutuar atë, dhe kjo do ishte vërtet një përshpejtim dhe një shkas tjetër për të aceruar situatën në lindjen e afërt.
edhe të mesme gjithashtu. Sigurisht që Rusia shikon me vëmendje, de facto Irani është një aleat i Rusisë, të paktën në shumë drejtime ekonomike, por dhe ushtarake, bashkëpunimi ka qenë i gjerë, por ky është një bashkëpunim, le të themi, më tepër nga halli, sepse të dyja vendet janë në saksione të shumta, të forta dhe janë të detyruar të bashkëpunojnë në një farë mënyrë me njëri tjetrin, pavarësisht nga prezenca apo jo e simpatisë për njëri tjetrin. Historikisht Rusia, Bashkimi Sovjetik ka qenë një armik për regjimin e Ajatollahëve, kjo dihet. Të kohët e fundit, sigurisht që marrëdhëniet janë përmirësuar goxha, por ka ngelur dhe një diçka, një shenjë pa kënaqësie për situatën që ndodhi kur Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bombarduar herën e fundit së bashku me Izraelin, Iranin, dhe Rusia, sjellja e Rusisë ishte, e vakët, le të themi, për të treguar që Rusia ka dhe intereset e veta gjeopolitike, sigurisht ka dhe hallet e veta, për t'i zgjidhur, që janë përparësore dhe pastaj mund të jetë dhe mbështetja e Iranit. Ndërkaq zoti Pumo, Teherani ka paralajmëruar edhe kundër goditjen ndaj bazave amerikane në rajon nëse do të sulmohet. A do të thotë kjo se çdo sulm që do të ndodhë ndaj Iranit është automatikisht shpallje lufte rajonale? Nga njëra anë kështu ngjan, të paktën eskalimi i situatës është shumë i mundshëm, sepse sigurisht që Irani nuk është Venezuela dhe aty, le të themi, mundësia e të tradhtimit le të themi qarku të lartë qeveritar është shumë më i vogël se sa në Venezuelë. Por nga ana tjetër edhe para kënaqësitë e popullit kanë arritur kulmin, ky regjim është bërë një pengesë për zhvillimin e vendit, për emancipimin e grave dhe për shumë gjëra të drejta të tjera. Gjithsesi në Rusi bëjnë të kuptojnë që nuk janë shumë nostalgjik për vetë këtë regjimin e Ajatollahëve, por janë për zgjidhjen nga vetë populli iranian të problemit të brendshëm iranian. Qartë, kush e kontrollon, zoti Pumo, realisht frenën e luftës? A është vetë Washingtoni apo frika e aleatëve të tij, sepse Arabia Saudite, por edhe vendet tjera të Gjirit i kanë kërkuar Shëbaz ta shmangin ofensivën? I kanë bërë thirrje vërtet, vendet si Arabia Saudite, Kuwaiti, Bahreini, këto vende që kanë pasur edhe një impakt në të kaluarën, kanë luftuar, le të themi, me Iranin, jo vetëm ideologjikisht, por edhe në mënyrë të drejt për drejt kanë pasur kontradikta goxha me Iranin, po gjithsesi tashti kjo bota muslimane është bashkuar dhe në thirrja veprimet e Trumpit kuptohet që lënë për të dëshiruar për të drejtën ndërkombëtare, ajo është përdosur nga të gjitha drejtimet dhe situata në botë është e tillë që të gjithë luftojnë kundër të gjithëve. Në fakt, zoti Pumo, ashtu si e tham, nuk ka konfirmim nga Pentagoni, por vlerësime të ndryshme flasin edhe për veprime brenda këtyre 24 orëve. A mund të ndodhë që ky vendim të merret pa një debat publik ndoshta, por edhe pa miratimin ndërkombëtar? Sigurisht që mund të ndodhë, duke njohur tashmë ecurinë e ngjarjeve dhe të Trumpit, por dhe të ministrisë së vet, që ai pa hipokrizi e ka ndryshuar emrin në një emër të mirëfillt të Ministria e Luftës, pra mund të jetë edhe të dhëna të ndryshme, mund të jenë dhe manovra, le të themi, për të tërhequr vëmendjen, por për shembull dje disa avion luftarak lanë bazën e madhe amerikane në Havaj dhe u drejtuan në drejtim të perëndimit, pra në drejtim të Gjirit Persik. Gjithashtu një aeroplan mbajtëse nga deti i jugut të Kinës, është drejtuar, gjithashtu në drejtim të Gjirit Persik, por kjo do një farë kohë më tepër për të arritur atje. Se sa do të jetë teknikisht gati, Shtetet Bashkuara të Amerikës flitet që nuk mund ta godasin, por jo nuk është e thënë brenda 24 orëve. Pavarësisht nga deklaratat e Reuterit. E qartë. Në fakt, një konflikt i gjerë do të trondiste sigurisht edhe tregjet e energjisë, por edhe stabilitetin global. Apo hyn bota, zoti Pumo, në një epokë tashmë ku krizat zgjidhen më shpejt me raketa sesa me diplomacinë që duhet ndodhte? Po fatkeqësisht, në botë, siç e tham, e drejta ndërkombëtare është përdosur nga të gjitha anët, OKB-ja nuk vërtet, siç e kanë thënë dhe zyrtarët e lartë amerikanë, nuk zgjidh asgjë, nuk vepron, po të njëjtën mendim kanë dhe rusët nga natyre, secili nga interesi vetë gjykon kështu, dhe po të kujtojmë historinë, tashti OKB-ja
ka një sjellje shumë të ngjashme me Ligën e Kombeve që ka qenë para luftës së dytë botërore, kur filluan domethënë veprimet e njëanshme të Italisë, të Gjermanisë, domethënë edhe askush nuk i trazonte, domethënë nuk mirte masa kundër tyre. Dhe tashti domethënë jo se nuk marrin masa, por nuk kanë mundësi të marrin masa as ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës, as ndaj Izraelit, as ndaj Rusisë, as ndaj çdo kusht tjetër. Prandaj secili bën me, le të themi, të paktën deklaron me kokën e vet. Interesante është sepse përveç këtyre, pastaj radhën e ka, le themi, mund të duket paradoksale dhe anekdotike, por do thoya që Grenlanda nuk është aq, domethënë, një situatë shumë aq komike sa duket në fillim. Është vërtet një situatë tragjikomike, do thoya, për Europën në radhë të parë, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës me do e mos duan ta marrin Grenlandën dhe në histori ka pasur dhe kuriozitete domethënë të ndryshme, sidomos lidhur me Danimarkën që i ka shitur tashmë një herë një ishuj të Virgin Islands që janë domethënë në Karaibe, ato kanë qenë pronë e Danimarkës që nuk i menaxhonte dot dhe diku nga viti 1917 ata ja shitën Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe mbas kësaj de jure Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklaruan që ata donin, domethënë e njohin domethënë protektoratin e Danimarkës ndaj Grenlandës, por nga ana tjetër pastaj filluan që nga Trumani, Trump nuk ka bërë asnjë gjë të re, ai vetëm ka nënvizuar aspiratat dhe interesat amerikane globale dhe për më tepër domethënë edhe kjo politika domethënë edhe doktrina Monroe, por i kthehet me shumë forcë dhe në mënyrë bindse presidenti Trump ndjek interesat e vendit të vet. E qartë. Mirë, do të bëjmë për të kaluar tek Ukraina dhe Rusia. Kanë kaluar tashmë dim mbi 1418 ditë që nga fillimi i luftës mes Rusisë dhe Ukrainës dhe ky konflikt po ja kalon sipas të dhënave për nga kozjatja dhe atij mes Bashkimit Sovjetik dhe Rajut të tretë gjatë luftës së dytë botërore. Pyetja është sa jemi tashmë përballë dështimit më të gjatë strategjik të Moskës që nga lufta e dytë botërore? De facto, domethënë nuk mund të quhet të paktën këtu në Moskë deklarojnë që nuk është dështim strategjik, për më tepër që luftojnë me 45 kusur vende kundër. Nuk është vetëm domethënë Rusia në Ukrainë lufton me perëndimin kolektiv, jo me Ukrainën, kështu deklarohet. Nga ana tjetër është vërtet për të ardhur shumë keq që lufta po zgjat kaq shumë me shkatrime të tmerrshme, biles do thoja nga të dyja palët. Ka pasur domethënë goditje të ndryshme në rafineritë e naftës, në sistemet energjetike, qytete të tëra që nuk kanë as dritë, as gaz, as ujë, as drita. Këto ndikojnë sigurisht. Biles sot është me 3 ditë më shumë zgjat kjo luftë më tepër se sa lufta e dytë botërore ku përfshi Bashkimin Sovjetik. Pra është një luftë e stërgjitëzgjatur dhe është koha ndoshta për të bërë hapa konkrete. Le të shpresojmë që ndoshta edhe sot presidenti Putin do të deklaronte në një diçka më konkrete për sa i përket domethënë afrimit të përfundimit të luftës, po ka të ngjarë që fundi i luftës është akoma shumë larg. E qartë, zoti Pumo, ne e dim se Putin e nisi luftën si një operacion special, do i shuaja në thonjza me pritshmërinë përfitore të shpejt, por edhe rrëzim të kevit nga ana tjetër. Mendoni se gaboi Kremlini totalisht me vlerësimin e Ukrainës apo të gjithë arkitekturën e sigurisë europiane? Flitet që ka pasur domethënë një keq vlerësim të situatës, gjithmonë ku ka dështime, diku ka dhe tradhti. Dhe flitet që ka pasur domethënë informim jo i saktë i presidentit Putin nga disa nga domethënë varësit e tij, të cilët kishin në vëzhgim Ukrainën dhe edhe sot e kësaj dite domethënë vazhdojnë të qarkullojnë zëra që modeli se si duhet veprohej në Ukrainë ishte ajo që si vepruan